pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Fush beteja e karakterit. Njerëzit gjakatar e urrejnë të ndershmin, por njerëzit e drejtë kërkojnë ta mbrojnë jetën e tij. Fjalët e urta, kapitulli 29, vargu i 10. Reputacioni juaj është ajo që të tjerët mendojnë për ju, ndërkohë që karakteri është ajo që ju jeni në të vërtetë. Patjetër që karakteri juaj shpaloset përmes asaj që ju bëni, qoftë ajo diçka pozitive apo negative. Por Ralph Waldo Emerson besonte më saktë se karakteri juaj përcaktohet nga ajo që ju mendoni. Ai shkroi: njerëzit duket sikur nuk e kuptojnë që opinioni i tyre për botën është gjithashtu një rrëfim i karakterit. Në ditët e fundit, ne kemi dëgjuar se shumë vete kritikojnë mungesën e karakterit, veçanërisht të rinj sot, që padyshim nuk e kanë parë shumë këtë cilësi në jetët e prindërve të tyre. Rezultati i bindjeve është karakteri, i cili mund vlerësoj pamjaftueshmërinë e tij sot. Kur njerëzit nuk kanë bindje të forta për të drejtën ose të gabuarën, jeta e tyre morale është një betejë e përsëritur e pasigurisë, një kombinim midis përpjekjes dhe gabimit. Kur bindjet e njerëzve vijnë në provë, është karakteri i tyre ose mungesa e karakterit ajo që shpalos se sa integritet kanë ata njerëz. Megjithse të gjithë preferojnë të shmangen konfliktit, kjo është prova e vërtetë e karakterit. Kur ju sfidoheni, ose më specifikisht, kur pikpamjet që keni për të drejtën dhe të gabuarën sfidohet, ju duhet merrni një vendim për të komprometuar dhe për të ndjekur atë që shkel ndjesinë tuaj, ose të drejtën dhe të gabuarën, ose të përballeni me pasojat. Pikërisht kjo ishte situata vite më parë, kur mbretëreshës persiane, emri së cilës ishte Vashti, ju kërkuaj që të kërcente në një banket me disa oficerë ushtarak po të regjinj. Gratë në ato ditë nuk mund ta refuzonin kërkesën e burrit të tyre, por mbretëresha Vashti e dinte që do të ishte një grup burrash të shturur dhe të pirë që do ta lakmonin atë. Ajo e dinte gjithashtu që pasoja mund të ishte ndarja nga mbreti dhe madje rënja nga froni. Konflikti solli një vendim që ishte i kushtueshëm, dhe në këtë histori, që është në librin e Esterit, refuzimi i Vashtit i kushtoi asaj fronin. Karakteri vjen me një çmim për të paguar. Edhe Bill White e mësoi këtë. Ai ishte një nga 4 drejtuesit e biznesit luzues të pajisjeve elektronike, kur 4 biznesmenëve shkojnë në një kongres. Partneri kryesor foli për mbrëmjen e madhe që ai kishte planifikuar, ku përfshi edhe një vajzë për gjithë secilin prej tyre, si qershia mbi tort. Jo, tha Billi, duke shpjeguar se ai kishte një martesë të lumtur dhe se preferonte të kthehej në hotel pasi konferencat mbaronte atë mbrëmje. "Hë tani Billi, mos na e prish qefin sonte", than kolegët e tij. Por ai qëndroi asaj që tha, gjë që tregoi karakterin e tij të vërtet. Nga ajo ditë e tutje, ai u përball me konflikte me partnerët e tij, që kishin qenë miq të ngushtë deri para asaj krize. Kur përballeni me konflikte ose sfida, nuk e përdorni karakterin tuaj si një burim për t'ju dhënë ju forcë për të bërë gjën e dur. Karakterin ose e keni ose nuk e keni. Është kriza ajo që shpalos se cili është karakteri juaj i vërtet. Siç e thotë edhe senatori Dan Cost, karakteri nuk mund të formohet në momentin e krizës, nëse është përdorur nga vite të tëra kompromisi dhe racionalizimi. Baza e vetme e testimit për personin e vendosur është e zakonshmja. Përgatitja e vetme për atë vendim të rëndësishëm që mund të ndryshojë një jetë dhe madje një komb, janë ato qindra vendime gjysmë të ndërgjegjshme, gjysmë të përcaktuara, të parëndësishme në dukje, të marra në jetët tona private. Zakoni është fush beteja e përditshme e karakterit. Për ta përmbledhur, bindjet tuaja janë baza e karakterit tuaj. Zakonet janë mjeti formues i karakterit tuaj. Konflikti është testimi i karakterit tuaj dhe është mjeti matës i guximit që përcakton nivelin e karakterit tuaj. Ja çfarë ka thënë një autor i panjohur: kujdes për mendimet e tua, sepse mendimet kthehen në fjalë. Kujdesu për veprat e tua, sepse veprat kthehen në zakone. Kujdesu për zakonet e tua, sepse zakonet përbëjnë karakterin tënd. Kujdesu për karakterin tënd, sepse karakteri përcakton fatin tënd. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.